Përshëndetje shikues të MCN Informacion, mirë se erdhët, do të jemi bashkë sot edhe gjithë javën deri rreth orës 19. Do të flasim për politik në këtë pjesë të parë të MCN Informacion, do të ndalemi në veçanti tek fushata e përjashtimeve që ka nisur në degët e Partisë Demokratike, edhe pse po ndodhi gjitha kjo në një kohë kur partia është futur në një proces zgjedhor. Por do të komentojmë edhe situatën në Partinë Socialiste. Erion Braçe ka shprehur dëshirën për të kandiduar për kryetar të Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe debatet mes kryeministrit Rama dhe Elisas Piropalit. Këtë temë do ta zhvillojmë për gati 60 minuta, do të na bashkohen pas pak në studio Gylsen Zhlima, avokat, dhe Mariglen Kume, kolege zëtar, ndërkohë përmes internetit na bashkohet Doris Madhi nga Partia Demokratike në Elbasan. Faleminderit që jeni me ne, po e nis me ju zonja Madhi. Faleminderit për ftesën. Ju keni denoncuar se jeni përjashtuar nga lista antarësisë së degës së Partisë Demokratike në qytetin e Elbasanit në mënyrë arbitrare. Mund ta sqaroni se çfarë ka ndodhur konkretisht edhe pse erdhi ky vendim sipas jush? Dje në degën e Partisë Demokratike Elbasan zhvillohen zgjedhjet për kryetar dhe unë u parashita atje për të votuar normalisht si çdo qytetar tjetër me bindje demokrate, aq më tepër që isha edhe pjesë e kryesisë dhe jam aktualisht edhe antare e Këshillit Bashkiak në Elbasan. Konstatova që emri im nuk ishte monolista, u referova te drejtuesi politik zoti Arbeni Broja që të merrja sqarimet më teshme dhe vjem ndjeni që 2 ditë përpara ishte bërë një mbledhje kryesie në cilën unë sigurisht nuk isha njoftuar dhe ftuar sipas rregullit, për aq sa jam antare kryesisë, isha antare kryesisë dhe më thuhet që ka një propozim nga ana kryesisë degës Elbasan që unë duhet theksoj është edhe pa quorum dhe njëkohësisht është edhe pa shumicë votash, e cila referon kundrejt organeve kompetente të PD-s për jashtimin tim nga antarësia e degës dhe PD-s për aq kohë sa supozohet që unë pas kërkëm bashkëpunuar me Partinë Socialiste gjatë zgjedhjeve të 2025-s. Në fakt, vërtetësia shndron faktin që unë kam përfshirë fare në procesin zgjedhor 2025. Zonja Madhi, ku i bazojnë këto deklarata personat për cilët po flisnin? Kanë prova, kanë dyshime, ku i bazojnë? Më lejoni ju lutem ta them në mënyrë konsekuente, sepse kështu do arrini të kuptoni edhe farsën edhe prallën njëkohësisht, sepse është pak absurde. Pasi ndodhi kjo, sigurisht që unë e di shumë mirë nga ku po vijnë këto sulme. Në fakt, këto sulme merren pikërisht nga personat që unë denoncova që ishin edhe ato që artikuluan emrin tim, 2 deputetët e listës mbyllur në Elbasan, Blendi Imçi dhe Klodiana Çapja. Jemi në një moment në të cilin ato mendojnë që ka zgjedhjet parakohshme, kështu që sigurisht duan të saldojnë pozicionin e tyre politik për të qenë një herë tjetër në listat mbyllura, dhe kjo lidhet me faktin që ato mendojnë që jam një nga konkurrentët e mundshme për pozicionet e tyre, dhe nga ana tjetër unë jam ajo që në vazhdimsi ka denoncuar edhe pazaret që ky zotëria ka bërë në Këshillin Bashkiak në momentin kur ky ka qenë pjesë e Këshillit Bashkiak dhe nuk janë bërë kurrë pjesë e këtyre pazareve, dhe sigurisht kjo gjëja bën sot që unë ndodhem në këtë pozicion. Pasi unë bëra denoncimin tim mediatik për faktin që nuk gjeja emrin lista, na del një tjetër histori që unë nëpërmjet një fotoje, sikur unë pas kam qenë pjesë e strukturave të Partisë Socialdemokrate, dhe çuditërisht në atë foto kam bërë një autogol, sepse në atë foto unë jam e ulur në pallat, në vendin ku janë numëruar votat në 2025 në Prenjas me 2 antarë të Partisë Demokratike. Kështu që nuk kam më të koment t'i vej asaj fotos, përveç se unë miqësisht ta mik atje në mënyrë informale, sepse isha lajmëruar nga miqtë e mi që po bëjnë nami, dhe shkova në Prenjas duke përdorur edhe influencën time, por njëkohësisht edhe njohjet e mia, që të pengoheshin 2 kuti të cilat ishin të pavlefshme, sepse kishin gjithë secila nga 20 vota plus, dhe që ishin 100%, 101% Partisë Socialiste votat aty brenda, unë i pengova që të quheshin të vlefshme, sepse fatkeqësisht gjithë këto fituesit e mëdhenj dhe këto që sot hedhin balë mbi mua, nuk ja dolën dot që t'i nxirrnin pa vlefshme. U desh që tikja unë atje dhe të luftoja dhe të bëj kjo. Megjithatë, është diçka që unë e kam bërë sepse besoja
dhe sigurisht që do vazhdoj ta bëj edhe në vazhdimsi, për aq kohë luftëm pra për qytetarët demokrat, sepse i kam një borxh moral që është mandati që unë kam në Këshillin Bashkiak dhe do ta shlyej atë borxh deri në fund. E qartë, zonja Madhi, a patët pas kësaj që ndodhi, a patët mundësi të komunikoni me kryetarin e Partisë Demokratike, të vini në dieni, ose të kërkoni ndoshta jo nga zoti Berisha, po nga ekspertë të tjerë të rëndësishëm të forumeve drejtuese të Partisë Demokratike, se pse ka ndodhur kjo me ju? Më vjen keq për një gjë, sepse duke qenë që kjo nisi në mënyrë institucionale, pa duke shkelur nenat 23 dhe 24 të statutit të PD-s, i cili përcaktonte procedurën sipas të cilës duhet përjashtuar antarësia, realisht duhet isha unë e thirrura në thonjza apo e njoftuara qoftë nga drejtuesi politik, qoftë nga kryetari Degës Elbasanit, qoftë nga sekretari përgjithshëm, po edhe më lart fare nuk po e pretendoj të më thërriste doktor Berisha për diçka të tillë, sepse jam shumë e bindur që atij i shkojnë disa informacione të stisura ashtu siç duhet i shkojnë, dhe ai sigurisht merr për të mirëqenë ato dhe ndoshta nuk e gjen kohën që të merret me një njerëz, me një person i cili është aktivist i një degë të caktuar, sepse ndoshta raportet e besimit i ka krijuar diku tjetër. Mua sot më intereson vërteta ime dhe mua sot më intereson fare fakti që po më përjashtojnë apo jo, sepse tesera e Partisë Demokratike mua nuk më bën as më pak demokrate dhe as më shumë demokrate. Por desha t'ju them dhe diçka, nuk më vjen as pak mirë që emri im është lakuar në gjithë këtë proces dhe në gjithë këtë listë krahas disa emrave të tjerë, të disa zonjave të tjera, të cilat haptazi tashmë i kanë shprehur vullnetet e tyre politike dhe ndërkohë që unë vazhdoj edhe sot e kësaj dite, më e fundit ishte 2 ditë përpara, bëj luftën opozitare dhe mbaj peshën opozitarizmit në Këshillin Bashkiak, sigurisht bashkë me këshilltarët e tjerë, pa i hequr kontributin askujt. E qartë, mirë, zonja Madhi do kthehem përsëri te kjo, por dua të mirëpres avokatin Gylsen Zhlima. Faleminderit avokat që jemi ne. Si e keni parë ju këtë valë përjashtimesh nga radhët e Partisë Demokratike? Është parti në opozit, pra Partia Demokratike është një parti në opozit dhe është në kushtet për të përjashtuar antar partije? E vërteta është që një parti politike ndërtohet mbi themelet e demokracisë së brendshme, lirisë dhe gjithmonë ato antarë të cilët janë pjesë saj duhet patjetër të respektojnë statutin e partisë dhe politikat të brendshme të partisë. Po, të gjithë nuk duhet të harrojmë se një parti politike ka një statut. Statuti një parti është si kushtetuta e vetë dhe të gjithë antarët, pavarësisht se çfarë pozicioni kanë kryetar ose antar më i fundit, që janë të barabartë, por aty ka një mundësi që të respektojmë hierarkinë dhe ato rregullat të cilët normohen edhe vendosen në mënyrë kolegjiale. Partia, edhe sikur të ishte një subjekt privat, ne dim shumë mirë SHPK-sha kanë një statut dhe duhet patjetër të respektohet norma dhe fryma që antarësia ka brenda vetes. Për sa i përket përjashtimeve, asnjë sekretar partie nuk ka të drejtë dhe autorizim të përjashtoj antarin e partisë. Antari i partisë përjashtohet edhe sipas ligjit të partive politike, por dhe sipas statutit të partive politike, vetëm nga Kongresi i partisë, që është organi më i lartë vendimarrës. Po atëherë si kanë ndodhur këto përjashtime? Po, përjashtimet kanë ndodhur vetëm për arsye sepse dikush vendos dhe do të kalojë një linjë. Çfarë mendoj unë? Mendimi është personal, nuk ka të bëjë me pjesën e asaj që dikush mund të mendojë, ky mendon sepse ka një interes. Jo, unë nuk jam antar i Partisë Demokratike dhe kam të drejtë flas sepse nuk jam antar. Dikush mund të thotë po ishe antar do kishe konflikt interesi. Jo, nuk jam antar. Por çfarë ndodh tani në situatën e Partisë Demokratike? Dikush do t'i bëjë qok Edi Ramës, unë kështu e marr. E di pse e marr këtë gjë? Sepse ti, ku e din që unë po ta them publikisht që jam antar, kur thu Partia Demokratike barë Sali Berisha, kur thua Sali Berisha barë Partia Demokratike, unë që s'jam antar, edhe si kur të bëjmë ne sa antar, unë për shembull them që Berisha e fiton betejën me kandidatët brenda partisë.
Pse krijohet kjo bindje? Jo, se e kam unë si perceptim. Pse? Këtë perceptim nuk ma ndryshon asnjëri dhe sikur dali platforma më e mirë. Po ka një arsye që është krijuar avokat. Po është krijuar sepse ashtu është e vërteta. Okej. E për mua. Ndërsa ajo që i bëhet Qoki Edi Ramës është që pra antarësia që është në Partinë Demokratike ka të drejta statutore dhe këto të drejta duhet të merren me vendimarrje kolegjiale që është kongresi, se nuk e di si e kanë strukturën e brendshme, kongresi i Partisë Demokratike. Ai alargon në formatin politik, unë si kryetar partie mund të përjashtoj nga grupi parlamentar, po të përjashtova nga grupi parlamentar, tu nuk të ftoj mo, por kur të përjashtoj nga partia, duhet t'i kërkoj një komisioni kolegjial të dalë me vendimarrje që ty të heqin edhe nga partia, edhe të heqin nga lista e partisë, ose të heqin nga çdo strukturë e partisë, por ajo gjithmonë me një vendimarrje përfundimtare të kovendës kombëtare që kanë ata që është statu ose kongresi më i madh që është organi më i madh vendimarrës. Sepse edhe vetë ligji i partive politike e ka të detyrueshme që antari hiqet nga një vendimarrje kolegjiale dhe jo individuale. Pra del zoti Noka aty me të njëjtën kaset, a kupton, do heqim krimin nga mjesi deri në darkë dhe Edi Rama aty qëndron. Dhe shpik krizat të cilat nuk duhet i shpik. Dhe kjo unë për mendimin tim, çdo përjashtim nga Partia Demokratike, për mendimin tim është një qok që i bërë drejt për së drejti Edi Ramës dhe synon që Edi Rama mos ketë lajmin e fundit krizën brenda Partisë Socialiste o të stisur o të reale, por të ketë në lajmin e fundit krizën edhe përjashtimet brenda Partisë Demokratike. E qartë. Mariglenko, me faleminderit që e në studio. Do të zhvendos edhe disa momente bisedën tek zonja Madhi, duke qenë se ka angazhime dhe dua të respektoj kohën dhe të marr mendimin e saj. Zonja Madhi, aktualisht si është situata në Partinë Demokratike në Elbasan? A ka një organizim të brendshëm, a funksionojnë struktura drejtuese? Çfarë ndodh aktualisht atje? Në këndvështrimin tim, dje u bën një herë zgjedhjet, va thash pak më përpara dhe uroj që gjendja të përmirësohet dhe të ketë një rifreskim të gjithë organizimit. Sigurisht që gjithmonë pas humbjeve, gjendja kthehet në një gjendje apatike, strukturat në një farë mënyre shpërbëhen, por nuk mund t'ju jap informacion të mëtejshëm për aq kohë sa në këtë kohë nuk jam plotësisht e angazhuar me aktivitetin e degës. Aktiviteti im deri në këtë moment, ai kryesori ka qenë angazhimi në Këshillin Bashkiak dhe dua ta falenderoj zotrin edhe për spunton që më dha, sepse dhe unë mendoj në të njëjtën mënyrë, është një qok që po i bëhet Partia Socialiste, në rastin e Elbasanit po i bëhet kryetari i Bashkisë Elbasanit Bledian Llatja, sepse Blendi im që u largua vetë nga Këshilli Bashkiak nuk ja bën dot më çfokën duke bashkuar votat për të ngritur dorën dhe për të bërë shumicën e cilësuar aty ku duhet dhe aty ku është bërë pazari. Tani që jam unë dhe antarët e tjerë, këto çoka nuk realizohen dot më, kështu që unë jam bërë personi problematik në këtë mes edhe e pranoj me nderin më të madh në fakt të qenit problematik, sepse s'do të jem kurrë pjesë e pazareve, aq më tepër kur këto pazare bëhen edhe me ato që quhen sot eksponentët e krimit dhe shahen nga mëngjesi deri në darkë nga zoti Berisha. Ndërsa zotit Berisha do t'i thoja diçka, duke qenë që këto pazare janë bërë dhe publike, duke qenë që jo më pak se sa 10 ditë është bërë publike dhe një tender që vllai zotit Himçi ka marrë gjithmonë një tender i krimit dhe i korrupsionit në lidhje me kontratën e një karburanti, atëherë do t'i bëja një pyetje zotit Berisha, sa standarde ke për të klasifikuar antarët e partisë tënde? Dhe ideja është këto që bashkëpunojnë më mirë me krimin dhe me PS-n promovohen, se realisht po më ofendohet inteligjenca, më falni nëse zgjat. Dua vetëm një ndërhyrje për shkak se jeni pak. Dua pak që mos më thyni edhe mua inteligjencën. Unë me sa kam parë zoti Noka ka bërë gjithë gabimin që sot jeni një konflikt brenda institucional. Mos gaboj, zoti Berisha nuk ka reaguar. Apo ka reaguar? Avokat, do më thënë, duhet jemi totalisht naiv politik të besojnë se zoti Noka vepron konkret. Zoti Noka për mendimin tim është ai që ju a bën konfliktin. Ju me të drejtë mund të pyesni zotin Berisha, por zoti Noka është. E ka bën me meti me kokë vetë dhe s'digjojmë veri, ju lutem. Tashi se jemi gjithë rritur, unë tani përpiqem të ju ndihmoj. Ju tani bën çfarë mendoni ju. Ju lutem.
Jo, unë nuk keq asë gjithë që kam thënë. Që thoni ju, zoti Noka e ka marrë më përpara, ka nisur më përpara ta bëj këtë gjë që thoni ju, disa muaj përpara, duke tentuar të historia. Pra, zoti Noka ka nisur përpara. Këshillit Bashkiak e ka nisur, unë kam reaguar, i kam treguar kush janë normat ligjore brenda të cilave ai nuk vepron dot, sepse ka shkelur jo vetëm statutin, por mbi gjitha ka shkelur ligjin për vetë qeverisjen vendore, sepse mua s'm sposton dot. Sekretari i përgjithshëm ai është që ka bërë firmën. E dëgjoj, e kuptoj, po. Po jo nga Këshilli Bashkiak, unë jam me mandat KQZ-ja sot që jemi duke fol. Nuk jam me mandatin personal që ma ka dhënë zoti Noka ma ka fut në xhep. Ti jemi qartë tani. Po ta bëjmë paralelisht me partinë. Ju lutem, zoti Noka, në atë rast mund të më përjashtoj me vendim të grupit sipas ligjit dhe sipas rregullores së Këshillit Bashkiak, me vendim të grupit të Këshillit Bashkiak, jo me vendim të zotit Noka. Atë themi, pra unë ju them zoti Noka, përfshini në fjalorin tuaj sa më shumë zotin Noka, se sa zotin Berisha, sepse unë mendoj se personi që ju ka bërë dëm edhe Partisë Demokratike për mendimin tim është zoti Noka. Ka dhe Mariklen ku me një ndërhyrje. Patjetër, prandaj jemi këtu. Unë kështu mendoj. Partie, gjithsesi një kryetar partie duhet edhe në raste të tilla, sepse unë nuk jam rrota e fundit e karros e Partisë Demokratike, kam i kontribut, kam i vlerë, kam qenë antarja më aktive e asaj partie dhe imazhi fushatës 2023 dhe gjitha denoncimeve, nuk është bërë asnjë denoncim pasi kam ndaluar unë aktivitetin, kështu që zoti Berisha mund të informohej edhe nga burime tjera dhe jo vetëm nga vendin tuaj do flisja për zotin Noka dhe do shkoja të takoja zotin Berisha në vendin tuaj. Kam folur mjaftueshëm. Do shkoja të takoja tek për tek. Dhe jo me zotin Noka. Unë kështu e di, kështu do veproja. Kam reagime zotit Noka dhe kam ndaluar zotin Noka herën e parë. Zoti Noka zgjodhi këtë rrugën e dytë. Le të vazhdojmë nëse se ka gjetë zoti Noka ka gjetë zarët e tij. Ka rëndësi tash sot jemi para faktit. Dhe fakti është ky. Ka edhe një koment. Kjo që po ndodh momentalisht në Partinë Demokratike është shërbimi më i mirë që i bëhet Partisë Socialiste dhe kundër përgjigja më e keqe që i bën vetë Partia Demokratike, Partisë Demokratike me aksionin e gjithë atyre muajve për farsën elektorale. Pra, të përjashtosh antarësi të Partisë Demokratike pa një lloj transparenca aq më tepër, edhe profesoresha që ishte pra Doris Madhi ka qenë jo vetëm në 2023, po kush e di sa herë, kush i kanë ndjekur këto procesin e zgjedhjeve, edhe e ka parë edhe zonën Madhi që ka qenë shumë aktive në Partinë Demokratike në Elbasan. Nuk dalin krejt papritur bën tradhtar. Pra standardi që po ndiqet nga Partia Demokratike është kundër fjalës së lirë ose ndryshe nga ajo çfarë ka thënë zoti Berisha kur bëri aksionin e rithemelimit. Ne jemi Parti Demokratike, bashkëjetojmë në diversitet, ka thënë zoti Berisha, por nuk bashkëjetojmë në diversitet, sepse ja kush mendon pak ndryshe ose kush ngre zërin për një pak kënaqësi, me njëherë përjashtohen pikërisht tani, sepse kemi hyrë në procesin zgjedhor të brendshëm të Partisë Demokratike dhe duhet të ketë absolutisht një kontroll totalitar brenda strukturave të Partisë Demokratike në mënyrë që jo thjesht të mos kemi surpriza se kush do zgjidhet kryetari i PD-s, por që të dominojnë ai rezultati i Kim Jong-unit 99.9% të votave. Kështu që është një shërbim shumë i keq, po them, dhe për të replikuar me avokatin këtu që të themi zoti Noka, është jesh, domethënë është ta kapësh veshin e djathtë me dorën e majnë. Kjo sepse kursesi, zoti Noka nuk vepron në dalin sukseset më të mira. E kuptoj, Mariklen. Nuk vepron kur në bindjen e tij, pra pa u konsultuar me të. Dua të pyes. Aq më tepër kur gjë. Po më bën një tani të lutem. Aq më tepër kur bën zhurmë. Po ja do ta sjell unë ujin te burimi juaj avokat. Po, sekretari i përgjithshëm aty po doni. Te sekretari i përgjithshëm, se ne ashtu duhet. Ja do ta lidhim sepse dua ta kuptoj
pak edhe situatën ku ndodhet zonja Madi dhe pastaj edhe përgjigjen tuaj. Alessia Balliu është përjashtuar nga Partia Demokratike e Elbasanit dhe thotë që vendimet janë marrë për shkak se ajo ka shpallur kandidaturën për kryetare të Partisë Demokratike. E njëjta gjë dhe me Sali Anjën me lëvizjen qendërmori edhe që shpalli kandidaturën dhe që nuk u lejua. Zonja Madi, përse ndodhet në këtë situatë kur ka qenë një, me atë që u po thoni dhe që zonja Madi po e pohon vet, ka qenë një nga kontributorët më të mëdha të qarkut, apo jo? Është antare Këshillit Bashkiak. Dhe nuk e ka, pa diskutim, dhe nuk e ka këtë ambicje. Etelina, të përmendi diçka, zonja Madhi, pra me argumentin i qesharak që punon ose bashkë punon me Partinë Socialiste. E para, e nëzorë... E diskutuam në pjesën e para, ka dalë pjesa e tenderit të vllajt të deputetit Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike, ndjes që ka marrë, dhe jo vetëm kaq, por ka pasur edhe një video gjatë fushatës ku zoti Hinçi bashkonte votat me Partinë Socialiste për zgjerimin e tregut të babait të një personi denoncuar aq shumë nga Partia Demokratike. Prandaj thash çojeni në rrugë institucionale, dhe kjo nuk bën sens, nuk pi ujë të paktën ky argument, në duan argumentet të tjera, ky topin e ka mund, penaltin e gjuaj vet, le të bëjnë, po kjo nuk pi ujë dhe po them i kundërshërben, i bën të kundërtën e objektit që ka. Se në bumerang, pra, për vetë Partinë Demokratike. Favorizohet edhe zoti Saljani edhe zonja Balliu për arsye se ata kanë shpallur interesin e tyre për të kandidatuar dhe duke qenë se kanë shprehur interesin e kandidimit, do të thotë që kjo nuk është një gjë pozitive ndaj personave që shkaktojnë goditjen, sepse vendimarrja është marrë nga sekretari i përgjithshëm i partisë dhe jo nga kryetari, ndërsa po sekretari i përgjithshëm nuk konsultohet me kryetarin? Jo, më lejo të them vetëm diçka. Zoti Berisha bën vetëm diçka që luan me fjali, thot i vet përjashtuar, që të jeti shumë mirë, nga Partia Demokratike. Pra, ai është i vet përjashtuar, jo se kam përjashtuar unë si kryetar, por zoti Noka e ka përjashtuar. Se i thot ti punon me bandat i, se imagjino tani, kur them unë banda për të tjetër, imagjino sa banda bashkëpunoj unë, se nga ta di unë rivalitetin e bandave. Lind pyetja e thjesht, njerëzore, logjike. Pra, kur ti akuzon dikë, duhet kujdesesh që kur ta akuzosh kish edhe ti prova që kundër akuza. Pra, s'mund të thuash që zonja që është antare e Këshillit bashkëpunon me qeverinë, mirë, kur ti me 11 shtator u bërë zgjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste për largimin e zotit Velie nga ajo detyrë. E mani me kemi qenë këtu bashkë. Edhe ishte një antare e Këshillit aty, që ishte përsëri online. Edhe i thash, mos u bë zgjatimi dhe me nderin e saj bravo i lumt që nuk u bë zgjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste. Dhe të gjithë këta që janë antarë të Këshillit Bashkiak të Tiranës shkuan edhe votuan diçka që s'duhet ta kishin votuar dhe të lenin vetë Partia Socialiste të merrte me shkarkimin e zotit Veliaj. Përgjigje drejt për së drejti kjo. Prandaj them që e gjithë kjo situatë është për shkaktim të zotit Noka. Janë dakord që zoti Berisha ka përgjegjësi, zonja në fjalë, zonjusha në fjalë, të marri rrugën, të shkojë drejt Tiranës, të takojë tek për tek zotin Berisha dhe me zotin Noka të takohet në gjykatë sa ai është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Por je duke trajtuar Partinë Demokratike me pekule kështu. Po, patjetër, po zonja Madhi. Jo, është e vërtetë, unë atë kam thënë. Të jap përgjigjen zonja Madhi. Po, do të më jap përgjigjen. Unë jam këtu për të përfaqësuar në rast parë veten time. Dhe pastaj pozicionin që unë mbaj fal asaj që janë votat e demokratëve. Por duhet ju them diçka, po ju atoja edhe më parë. Unë kam reaguar ndaj zotit Noka dhe kam arritur ta frenoj herën e parë. Sigurisht do tentojnë të bëjnë këto gjëra, por në lidhje me zotin Berisha, diçka më bën përshtypje dhe me vendimet që ai merr, qoftë edhe le të themi ndikimin e zotit Noka dhe të gjithë këshilltarëve të këqij që mund të ketë sot zoti Berisha, sepse unë nuk e di kush e këshillon apo bën me kokën e vet që bën nga këto, por në gjithë formimin tim 10 vjeçar, në gjithë artiklet e studimit, la sapienza, po më çdon inteligjenca, sepse na e sjellin Ervin Salianjen pas marrëveshjes për bashkimin e madh, për të përbashkuar vullnetin e demokratëve, për të rritur numrin e mundshëm potencial të votave. Na i sjellin të gjithë këto ish antar apo ato që ishin grupi Lulzim Bashës, na i vënë në përposte. Kur zotit Saliani i ndodhi akuza dhe pastaj edhe u dënua për shkak të akuzës shpifjes, ne zotin Saliani e kemi përcjell si hero
në komisariatin e Tiranës. Pastaj në një moment caktuar Po e trahtoi zoti Bardhi e nderuar, e trahtoi zoti Bardhi, mos e harroni. Po flas si antar. Më trahtoi sa ishte grupi Luli Bardhi. Prisën sa gjëra. Qa ishte Bardhi? Vjen dhe i thua antarëve, Jo ta diskutojmë se do largohet filloni përshtyjeni tani. Zotri, kemi një moral. Dhe ty në radhë të parë është morali njerëzor, përposa ti politik. Një person që juve pranuat, drejtuesit e partisë, që pranuat ta fillni dhe ta vini prapë në krye të partisë, pa marrë mendimin e demokratëve, ja imponuat demokratëve. I imponuat gjithashtu dhe ta pranojnë, i imponuat gjithashtu dhe ta përcjellen si hero, tani po i detyroni ta pushtyni, jo more zotri, sepse kemi moral, sepse kemi mend mbi të gjitha që edhe të logjikojmë, që këto janë pazare që nuk bëhen vetëm për duke i bërë shokën e Tiranës, këto janë pazare të brendshme që i sigurojnë pozicionin fiks atyre që sot po drejtojnë Partinë Demokratike, ndaj të cilëve unë asnjëherë nuk kam shprehur kontestim, por gjitha këto ngjarje më bëjnë të mendoj që këto njerëz sot nuk janë të interesuar që të fitojë Partia Demokratike. Këto njerëz sot janë të interesuar të ruajnë kollëtushet e veta dhe do vi një pikë në të cilën njerëzit do lodhen, do xhajen lodhur, do mërziten, do demoralizohen. Dhe në Partinë Demokratike do ngelin vetëm këto si shqarë. Po atëherë, a do ketë më Parti Demokratike dhe gjitha i mundi dhe sakrifica jonë dhe ato ishjet në për protesta, gazi, gajaku, policia, presionet për të hequr nga puna. Ku do shtojnë? Kush do t'i shlyej këto? Se i kemi bërgjën qytetarëve ne si Parti Demokratike. E qartë, zonja Madhi, unë ju falenderoj për kohën edhe për gjitha deklaratat që datë në Mocënë Informacion. Faleminderit. Do të shkojmë shumë shkurt në reklama, kthehemi përsëri në bisedë me avokat Zhlimën dhe me Mariglen Kumen. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, do të vim të flasim edhe pak për situatën Partinë Demokratike, duke qenë se është në situatë zgjedhore. Avokat, si e keni parë ju debatin për mos lejimin e Ervin Salianit që të kandidojë, por edhe kandidatë tjerë? Mariglen, edhe për ty e njëjta. Nuk është vetëm zoti Saliani, është edhe Alesja Balliu, sepse të dy bashkë kanë shprehur një interes për të kandiduar. Unë mendoj se zoti Saliani, në rast se do qëndrojë brenda Partisë Demokratike, duhet të tentojë bashkë edhe zonja Kokalari ka shprehur dëshirën për kandidatët Partisë Demokratike. Unë kam thënë për zonjën Kokalari, nuk është një person i cili ka një qëndrueshmëri në aspektin e prezencës në strukturat e Partisë Demokratike. Në rast se do të kishte, patjetër pse jo le të kandidojë. Por zonja Balliu dhe zoti Saliani janë pjesë e Partisë Demokratike, sepse të dy kanë pasur funksione brenda Partisë Demokratike. Si në kohën ka qenë Lul Basha kryetar, ashtu edhe tani në zotin Berisha, që ka pasur një akses për shkak se kanë qenë pjesë e funksioneve dhe strukturave të Partisë Demokratike. Por përjashtimi pa një vendimarrje kolegjiale brenda strukturave demokratike të një partie që pas ka dhe emër Partia Demokratike, është mungesë totale e meritokracisë të një partie që mendon të shkojë edhe të marrë drejtimin e vendit. Sepse në rast se unë akuzoj zotin Rama dhe Partinë Socialiste që nga 2013 deri më sot vendos zhvulos Edi Rama, unë nuk mund të përcjell tek populli të njëjtin model përjashtues si që bën Partia Socialiste, se i bie që barazohem me Partinë Socialiste dhe nuk më mungon asgjë përveç se më mungon pushteti. Pra, e gjitha kjo lojë që po luhet brenda Partisë Demokratike, që bëhet një qok zotit Rama, unë kështu mendoj, duhet të frenohet sa më shpejt, sepse duhet të jetë ajo që ne themi kutia e votimit, të dalim me vendimarrje konkrete kush bëhet kryetar. Të jemi realist, po, unë e sfidoj zotin Berisha dhe i them, hape garën, lejo të kandidojnë të gjithë, nuk ka rëndësi rezultati, ka rëndësi që ti do të lesh një emër akoma më të mirë që ti brenda një partie vendose shumë konkurent dhe në fund fare fitove ti se ti je Partia Demokratike. Kjo është gjëja më e bukur që unë e sfidoj Sali Berishën, po jo të bëj këtë metodë duke dhënë lajmin e fundit tek obori Partisë Socialiste. Sigurisht,
e bën Partinë Demokratike jo një parti demokratike. E zvoglon? Absolutisht. Absolutisht ka për të zvogluar dhe në qoftë se vazhdon me këtë frymë, patjetër që në zgjedhjet lokale do ta shohim me rezultat edhe më të dobët Partinë Demokratike. Kjo është pak, por shumë e sigurt. Sepse zoti Saliani mund të jetë një politikan më i keq i mundshëm, i korruptuar, ku ta di unë, të gjitha të zezat. Por në momentin që ti e merr dhe vendos drejtues politik në një nga qarqet më të rëndësishëm të partisë të Shqipërisë, në qarkun e Elbasanit, sigurisht ai ka një lloj peshe politike edhe në Partinë Demokratike. Dhe e çuditshme është domethënë se si u bë tradhtar duke qenë brenda Hamburg, se as nuk po themi ishte jashtë të kishte një jetë aktive apo të kishte përfitime të ndryshme, por ai u burgos dhe nga ata të cilët u quajt dhe Partia Demokratike vetë i quajti burg politik. Pra po i referohemi vetëm çfarë ka ndodhur. Në të tillë formë, përjashtimi i tij të lë një lloj shije, domethënë një pikpyetje shumë të mëdha. Dhe aq më tepër një parti e cila, pra zoti Berisha, kur bëri rithemelimin, i kishte të gjitha ato premtimet që neve pranojmë argumentin ndryshe, zërin ndryshe, por ndërkohë po përjashtohen, u përjashtuan ata në Durrës, u përjashtuan të tjerët në Elbasan. Tani ose duhet të flasin me fakte konkrete, çfarë bëjnë, ose pastaj duhet pranojnë që nuk janë më një parti demokratike, nuk janë Partia Demokratike, por është një subjekt privat që e menaxhon një këshill drejtues, po themi, edhe pastaj... E kuptoj, është folur, ose të paktën, zotin Saliani e kemi ndjekur që ka deklaruar dhe ka thënë që Berisha është bashkëpunëtor i regjimit të Ramës. Edhe je ka tepruar pak, sepse këta sa po fillon një konflikt me njëri tjetrin, fillojnë edhe nxjerrin që... Janë thjesht deklarata politike për shkak të situatës, apo ka informacion? Unë besoj se është një deklarat emocionale. Mirë, sepse ndonjëherë kur ti do të bësh diçka, dikush të ndërpret, si mund ta quash ndryshe? Si mund ta quash ndryshe kur ti nuk ti je opozita më e madhe në vend, nuk bën përpjekje për ta rrëzuar atë mazhorancë, por merresh me përjashtimin e antarëve. Bën përpjekje vetëm për të ruajtur numrin 2. Ndërkohë njihshi me gjithë këto çfarë ka nëpërkëmbë. Këtu tek ju kam thënë që zoti Saliani duhet të krijojë leadershipin. Nuk e ka krijuar akoma, por është në rrugë sipër. Nuk e di kur do ta krijojë, por është punë e tij. Zoti Saliani ka bërë një gabim taktik që s'duhet ta kishte bërë. Çfarë? Ai duhet themelonte pikrisht fraksionin brenda Partisë Demokratike dhe jo të merrte tabelën e Partisë Demokratike duke e lançuar në çdo vend. Si mund ta krijonte? Kur bën fraksion brenda një partie, si mund ta bënte këtë gjë kur nuk e lejon askush, ata e përjashtuan? Unë në rast se tani marr flamurin e Partisë Demokratike, edhe dal në çdo vend, pa pasur një funksion të lartë në kuptimin që të përfaqësoj edhe të autorizojmë që të përfaqësoj partinë për një rast konkret, i bie që unë po bëj diçka që nuk kalon për të statuti, për të kalon statutin. Pra unë dua që të shfaqem si një lider brenda një grupimit, që të quhet fraksion. Por në fund do jetë vota që vendos le të duket. Jo, dua të sqaroj diçka. A janë përgjigjur njerëzit? Po janë përgjigjur, janë dakord, janë mbushur kariket. Partia ka pas nevojë që të riorganizohet, të lëvizë. Janë dakord, po si fraksion, pra të nxirrte një emër fraksion. Po jo mos do që të jetë a e ka dëmtuar PD-n kjo që ka bërë? Jo, për mendimin tim jo, nuk e ka dëmtuar. Por e vërteta është kjo, ai duhet bënte vetëm një mekanizëm të vogël marketingu. Çfarë është? Po në ajo është në dëmë të ati, le ta pësoj vetë, se s'po na dhimset, po... Shqipëria e ardhmë, Shqipëria e nesme, ose si thotë Rama punët të Shqipërisë dhe kështu, a i të bënte një emërtim të tillë dhe të thoshte që çfarë platforme dua unë të integroj brenda Partisë Demokratike, që të kërkoj meritokracinë, programin qeveritar, të bëja ushtrimin e presionin. Po që në momenti që e ka ndërmarrë këtë nismë, ka lënë të nënkuptuar, besoj që kërkon një ndryshim kursi në Partinë Demokratike. Se ka shkuar me flamurin e partisë. Ai të merrte edhe flamurin e partisë, edhe bashkangjitur dhe diçka tjetër që nuk kuptonte që unë dua brenda partisë të marrë njerëz që nuk besojnë tek Partia Demokratike. Dhe unë si fraksion dua të integroj këta individ tek Partia Demokratike, se ka shumë njerëz të cilët duan figura të tjera brenda Partisë
Demokratike, për nuk duan Sali Berishën. Është fakt konkret. A rrezikohet Berisha nga këto figura avokat, nga këto që përmendëm, edhe nga këto Zoti iniciativa? Berisha vetëm favorizohet nga figura edhe të vjetra, edhe të reja në Partinë Demokratike. Përjashtimi është baraz me humbje dhe fiton vetëm kundërshtari. E vetmja gjë që fiton në një parti politike është dhënia e aksesit çdo personi që mendon se ka diçka për të ofruar. Në rast se ti pengon, do të thotë që diçka ke për të fshehur. Në rast se ti aprovon, do të thotë që ti nuk ke frikë nga gara, të cilën edhe vetë ti numëron edhe votat. Etelina, të mbetemi të kjo. Shumë pak, se dua të ezauroj dhe temat Zoti Berisha e ka kuptuar ose e kupton që nuk vjen dot në pushtet. Pra të rrëzoj e ka kuptuar apo ka bërë pakt? Po them e ka kuptuar. Dhe qa i mbetë ti tani, e vetën se po të kuptonte që do të vinte në pushtet, do lejonte edhe një garë më të mirë në Partinë Demokratike. Sepse unë besoj që ai e fiton brenda Partisë Demokratike me 100%, por rezultati pra këtë diferencë. Dhe në momentin që ka kuptuar që nuk vjen dot në pushtet, pra pushtetin e madh, nuk do që tek ajo pjesë e votës e opozitës që do mbajnë, pra të opozita që do mbajnë, nuk do që të tregoj se po humbet kuota. Pra që nuk është më me 99.9, po mund të merrte për shembull Saliani 30% të votave, 20%. Po për atë janë shumë prapë, sepse mori 24.000 vota konfirmime kur që për rithemelimin. Kështu që kjo është ajo që po ndodh në Partinë Demokratike dhe prandaj nuk legjitimon një garë të paktën, sepse Ervin Saliani as mund ta bezdiste fare zotin Berisha, në qoftë se synimi i tij do të ishte pushteti qendror. Ai kishte 1000% të sigurt. Shpyti shumë e shkurtër dhe përgjigja po ashtu. Është përfolur shpesh që Partia Demokratike nuk kuptohet pa zotin Berisha. Mendon që mund të trashëgohet? Nuk e di nëse mund të trashëgohet, nga informacionet që kam unë, të kur thu trashëgimi brenda familjes. Pa tjetër. Politike në Partinë Demokratike. Jo, në familjen biologike. Po themi në përfituesit e parë nëse i referohemi termave të dëshmisë së trashëgimit. Nuk e shoh këtë si mundësi, të paktën këtë e them edhe bazuar nga informacionet që kam. Por nuk e shoh, domethënë nuk duhet ta shoh si fataliste këtë gjë që po iku Berisha, Partia Demokratike shpërbëhet, humb e tjera me radhë. Shembullin marr konkret shembullin e Lulzim Bashës. Lulzim Basha tani është një qytetar në jetën e tij që nuk ka asnjë vëmendje publike, dështoi në zgjedhjet e 2025-s në mënyrën më drastike të mundshme. Me sukses. Po, në mënyrën më drastike të mundshme, por ai në 2021 që një kandidat shumë potencial për kryeministër. Sepse këtë ja bëri logo, ja bëri gjithë kjo rryma opozitare edhe fryma që ishte në atë. Kështu që edhe në qoftë se vjen dikush tjetër aty, me shumë punë edhe me dëshirë, mund ta ngrejë dhe mund bëhet mbase më vitale Partia Demokratike. Kalojmë te Partia Socialiste, Erion Braçe. Vetëm diçka të ndërhyrje tek pjesa e fraksioneve. Çdo parti politike duhet të ketë fraksione. Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia e Lirisë dhe gjithë partitë në rast se kanë guxim të besojnë te demokracia. I bëjnë mirë, po thua, këto rrymat kundra ujit partive. Okej. Erion Braçe kërkon Bashkinë e Tiranës. Si e shikoni avokat dhe mendoni që do të gjejë mbështetje? Konkuron pas meje kur unë kam shpallur kandidaturën para pak kohësh për arsye se ishte betejë për gjykatën kushtetuese dhe e vërtetë është që fitova, sepse nuk do kandidoja për shkak se vendimarrja ishte ajo që kam publikuar tek ju më përpara që zoti Velia do qëndrojë në detyrë. Zoti Braçe përdor këtë strategji për të ndihmuar Partinë Socialiste dhe zotin Rama. Është i udhëzuar, po thua? I udhëzuar, patjetër, dhe konflikti me zonjën Spiropali është një konflikt i cili është fillimisht një konflikt i stisur, por në rast se do vazhdoj të kalojë dhe do të vazhdoj qëndrueshmërinë e konfliktit, do bëhet më real dhe në fund fare spaku do veprojë ndaj zonjës Spiropalit duke hetuar për pasurinë dhe shumë gjëra të tjera në rast se nuk vjen në ujërat që ka vendosur zoti Rama në platformën e tij se si duhet të kuptohet tek elektorati i majtë për sa i përket konfliktit të çuditshëm brenda Partisë Socialiste.
Për sa i përket kandidimit të zotit Braçe, unë mendoj se ai, për mendimin tim, jep një frymëzim Partisë Socialiste, që personat të cilët kanë ambicjet që të kandidojnë, siç edhe zonja Spiropali mund të bëj një konflikt të tillë, që të thotë në fund fare, në rast se nuk keni një person ideal, unë dua të kandidoj pavarësisht se kam një konflikt me zotin Rama, po mos harroni një fakt konkret dhe shumë serioz. Ai që jep bekimin për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës është zoti Rama dhe nuk është kurrësi antarësia e Partisë Socialiste. Prandaj zoti Braçe përpiqet të bëjë një lojë tjetër, të bëhet protagonist për zgjedhjet lokale dhe në fund fare do të jetë ai i cili do të ndihmojë pajtimin midis zotit Rama dhe zonjës Spiropali. Pse jo edhe zonjës Balluku, do të çuditeni, ju thos ka këtu konflikt. Por Partia Socialiste punon me manualin 1944, që do të thotë konflikti nuk shfaqet në publik, po mbetet brenda familjes. Dhe brenda familjes nuk kupton që kur partia të shpall tradhtar, do të thotë që ti je tradhtar i partisë dhe do të ndëshkohesh ashtu si ndëshkohet dikur ata të cilët nuk bën marrëmiq të partisë, siç ishte rasti i Ngjelës, edhe rasti Beqir Ballukut. Pra, do të kuptoni që kur ata ishin afër partisë, pastaj partia i çonte ku atje kur tek drejtësia e partisë, si është edhe sot spaku i partisë. E qartë. Mariklen, mendon që si shikon? Mendon që do ketë mbështetje Braçe dhe pastaj me qenë se avokati e kaloi debati Rama Spiropali, pse pikërisht tani? Shiko, te pjesa e Braçës, unë shikoj një lloj bashkëpunimi, por unë shikoj në sensi që bëhet tip sondazhimi pra Edi Rama ma të pulsin me te socialistët se sa i pranuar është, mbase për të krijuar edhe stereotipin e kandidatet që do kryeqyteti, pra që do votuesi i kryeqytetit. Nuk besoj se është një konflikt ky në këtë rast. Te zonja Spiropali pastaj besoj që po. Ka një konflikt real? Te zonja Spiropali po, kryeministri Rama në dijenin time e ka interceptuar që ajo ka punuar kundër interesave të qeverisë së tij, vetëm për interesat personale, pra për të siguruar këto pozita dominuese brenda Partisë Socialiste, ajo ka punuar kundër qeverisë së Ramës dhe në të tillë forme kryeministri e ka kuptuar këtë dhe e ka bërë, po themi, e ka mënjanuar totalisht, e ka nxjerrë nga formacioni i tij politik, nuk e ka më në atë horizontin e afërt dhe unë kam thënë edhe njërë më përpara, me sa kam kuptuar unë, bazuar në aq informacione sa kam nga brenda Partisë Socialiste, mund të jetë edhe fundi i saj politik në këtë mandat. Kur thua fundi politik, vetëm sa i takon pjesëmarrjes në politik, apo mund të ketë edhe diçka siç avokati tha që mund të shkojë edhe në organet të drejtësisë? Ndryshe nga avokati, unë nuk besoj që spakun e kontrollon kryeministri Edi Rama, kështu që nëse do ketë hetim pasuror, do të ketë hetim pasuror sepse njëri prej tyre, ose zonja Spiropali, ose bashkëshorti i saj familjar, po them, mund të kenë bërë vepra të tilla të cilat. Tani zgjohet spaku dhe thotë do bëj hetim. Jo, nuk është drejtësia, nuk është e kapur. Në fakt, bashkëshorti i zonjës Spiropali është parë në SPAK shumë kohë më përpara. Jo shumë kohë, muaj më përpara. E vërtet. Po ju e dini që dosjet nuk heton kështu. Jo, unë e di se çfarë dosje ka. Që duhen kohë, që duhet kohë për të zbardhur. Duhet studim, duhet aty. Po pse pikërisht tani? Lakrën që janë këto. Avokat, pse pikërisht tani ky konflikt ndërmjet Ramës edhe Spiropali? A ishte Skënderbeu Rama apo nuk ishte? Por në disa deklarata po. Të hershme, para disa viteve. Të vërtet është na hutojnë, në një dashurohen, martohen. Një Skënderbeu, një Hamza. Na me bëhet me këta. Në fund fare të SPAK-u shkojnë të gjithë, përveç zotit Rama. Avokat. Zoti Rama do shkojë në SPAK, atëherë kur do të përplasen të gjitha forcat me veten e tij. Të gjitha. Çfarë nën kupton me këtë? Qytetarët, i uroj qytetarët ta kuptojnë, se ata do të kuptojnë cila është forca dhe kush është forca më e madhe. Pushteti ekonomik, pushteti gjyqësor, pushteti legislativ apo pushteti ekzekutiv. Se janë shumë pushtete. E qartë. Edhe pastaj mos harroni edhe pushtetin e bandave, që është pushteti kryesor i cili sot ne kemi parë që tenton të kërcënojë çdo lloj pushteti ekonomik, i cili mund të jetë edhe i ndershëm, dhe pse jo mos të jetë i ndershëm,
dhe tenton gjithmonë të vendosi gjoba për shkak të asaj që ne themi vazhdimisht që drejtësia është një mekanizëm politik në shërbim të Partisë Socialiste. Dhe ne duhet kuptojmë së bashku si shoqëri që kërcënimet që mund të bëhen ndaj pushtetit ekonomik që është i ndershëm, duhet të jenë të menjëhershme reagimet si nga politika, ashtu edhe nga drejtësia dhe institucionet. Sepse ne sot kemi parë që një person mund të kërcënohet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe institucionet mos të reagojnë. Po kjo çfarë kërkon? Kërkon përgjegjësinë e institucioneve që të ngrihen në nivelin e duhur dhe pastaj të kuptojnë që ne nuk kemi mekanizëm përdorimi të një individi, po jemi mekanizëm i përdorimit të shtetit për interesat të gjithëve, se përfshin edhe gjyqtarin, edhe prokurorin, edhe kryepolicin, shërbimin ndaj atë dheut. Po kjo është një kartë e marruar, ose më mirë e harruar, për shkak se sot kemi Partinë Socialiste e cila në kapjen në kushtet e flagrancës për veten e sajt, nga drejtësia e sajt dhe nga ata që i keni aty mbrapa që duratorkasin për drejtësinë e tyre, më falni për shprehje, duke ja fut njëri tjetrit, sepse kjo është e vërteta, me drejtësinë, me prova, me të gjitha këto dhe sot jemi me paqëndrueshmëri. Dhe kush është paqëndrueshmëria? Rasti Rinasit. Këtu e kemi komentuar. Dolën individ, vranë në mes të sheshit, bërën çfarë bërën, asnjë punonjës policie nuk doli për zot të mbaj përgjegjësi penale dhe administrative, u harrua si lajm dhe sot kemi që ne mund të në çdo moment të kërcënohemi, të thyemi në çdo rast dhe kemi edhe një rast sot që ju nuk më pyetët, po unë duhet të futem edhe të referohem, rasti i MCN në televizion që pronari i kësaj të ndërtese dhe televizionit është kërcënuar 2 herë. 2 herë. Mund të jetë edhe më shumë, po ka mundësi që mos t'i thotë të gjitha, se s'ka pse t'i thuash të gjitha. Por puna është 2 herë në mënyrë serioze. A ka institucion që duhet të reagojë? Mirë, institucionet tona nuk reagojnë. Ku janë ambasadat që të reagojnë që një pronar televizioni, që televizioni është sistemi i demokracisë së vendit, kërcënohet? Ku janë institucionet? Mirë kanë mbaruar, kur janë ndërkombëtarët, se flasin për të drejta, jo komuniteti X, shkojmë bëjmë takime, seminare, gjitha këto, por rendi sigurisht që këtu ka ndodhur gjitha këto atentate, dhe me të drejtë kam parë një video që keni publikuar, mos gaboj, që ku janë punojës të policisë, se unë kur vi këtu, më përpara shikoja këtu të rreth rrotullimi, 4-5 punojës policie, kam, besoj, nuk ka qenë 2 muaj, e ke këtu më shumë se 6 muaj, mungon punojës të policisë të rreth rrotullimi këtu afër jush. Më përpara u bën të nami. Tani çka kanë bërë? I kanë çuar punojës të policisë, i kanë çuar më fillim fare dhe mos them edhe i kanë hequr edhe të rreth rrotullimi ku jemi sapo futemi te tegu. Si e shikon këtë fakt? Meqense dolët avokatët e kanë disa minuta. Jo, më dola nga momenti. Ne kishim programuar tjetër gjë dhe të falenderoj edhe për opinionin që po. Jo, po kjo është interesi im sepse çdo qytetar i këtij vendit me pushtet pa pushtet duhet të mbrohet. Kur ty të del një person që ka një media dhe ka një pushtet, është e vërtet kjo. Ty kur të dhunohet presidenti i Republikës në mes rrugës dhe nuk reagon. Ti kur ty të vritet tjetri në Rinës nuk reagon. Pra, po nuk reaguam ne që kemi pushtetin ose kemi zërin për të reaguar, i bie që ata bën paktin me djallin, bën me interesa të ndryshme. Prandaj unë dua t'ju them juve që çdo kërcënim që bëhet, ose çdo lojë që bën Partia Socialiste për të qëndruar në pushtet, jo vetë shpall kandidatura, jo vetë kemi një konflikt të brendshëm, i jep ushqim dhe e bën situatën që jemi sot më të pasigurt për çdo investitor, si të brendshëm, si të huaj, që të investojnë në Shqipëri dhe të qëndrojnë në Shqipëri. Fakti që asnjë institucion nuk ka reaguar për rastin e drejtorit përgjithshëm zotit Meksi. Është fajsi. Si e shikoni? Është fajsi. Pra dikush diçka don të bëjë dhe nuk merr masa për të mbrojtur zotin Meksi dhe familjarët e tij dhe bizneset e tij. Sepse ne duhet kuptojmë diçka. Jemi në një demokraci që duhet patjetër konkurenca të lejohet dhe konkurenca është e ndershme. Kur konkurenca është e ndershme, nuk ka pse ti të kërcënosh asnjërin. Doni të mateni në përdyrë të gjykatave. Kjo është e vërteta. Mariglen, një koment shkurt në lidhje me këtë. Po, bashk fajsi ose fajsi nga institucionet, po mbeten vetëm te policia, në fakt se kur dëgjova dje intervistën, u habita tash policia në vend të jetë interaktive, pra të vijë dhe të hetoj, e pyeste pse po e denoncon. A bën sens kjo përveç se dhe ndërkohë
i vetë zoti Meksi ka marrë pamjet, ja ka dorëzuar policisë së shtetit dhe policia e shtetit nuk ja referon prokurorisë, por bën edhe manipulim të dëshmisë së tij. Të cilën siç e konfirmoi, e tha vetë edhe zoti Meksi, e ka vendosur si në dëshminë që ka dhënë në kazino si faturino autobusi. Kjo pra tash, dhe kjo nuk, të gjitha këto element nuk janë rastësi. Edhe ajo që video denoncimin që kemi bërë, nuk e ka për detyrë që të ruaj persona, po ka ndet policia aty, sepse kjo është një zonë e cila dashje pa dashje, duan, s'duan shumë veta, jetojnë taksapaguesit më të mëdhenj, po themi në zonën dhe patjetër e ka për detyrim që policia e shtetit të ruajë çdo qytetar shqiptar dhe konsiderohen si hotspote ose të vënë pikat të rëndësishme. Po, pikat të rëndësishme për të patur një siguri, një vëmendje të shtuar. Dhe e vërtetë është ajo patrullë policie ka qëndruar aty shumë kohë. Vite. Dhe muajt e fundit çuditërisht nuk gjendet më aty. Dhe muajt e fundit kemi këto raste që ndodhin. Nuk është rastësi as kjo. Kështu që kam përshtypjen që këtu patjetër ka rol, ka dorë, ka dieni të drejtë për drejtë edhe policia e shtetit. E qartë. Më fal, unë do të thoja policia e partisë, për shkak se është e konvertuar e partisë. Tani, a është e shtetit, mbetet për të parë, po t'ishte e shtetit, duhet me njëherë, sepse policia është mjet parandalues, të dilte aty, të qëndronte aty, të merrte masat, të hetonte, dhe në fund fare t'i referojë prokurorisë që është organi kompetent. Atëherë do bie dakord me ty policia e shtetit. Faleminderit avokat që ishe në studio edhe për gjitha komentet. Marie Glen, faleminderit edhe ti që ishte. Falenderoj edhe një herë sërish zonjën Madhi që ishte në pjesën e parë.